Pak minuta qëndrim të 100 deputetëve në sallë, për rezultat kanë sjellë vetëm dështimin e radhës në tentim për të konstituar kuvendin. Kryesuesi i seancës Avni Dehari nuk ndryshoi skenarin derisa kërkoi nga partitë që ishin në opozitë të propozonin emra për komisionin për votim të fshehtë për kryetar të kuvendit. Por deputetët shfrytzuan foltorën që edhe një herë të bëjnë thirrje për të kthyer sërish në pikën e votimit të hapur. Po të bëjmë thirrje edhe një herë, respektoje kushtetutën. Ktheju rendit ditës dhe respektoja gjykimin e gjykatës kushtetuese. Të ndërpritet. Njëjtë vepruan edhe deputet të LDK-s e AK-s, por që këta të fundit patën një emër të lëvizjes vetëvendosje për ta propozuar. Kryesues, zbatone vendimin e gjykatës kushtetuese. Thehu në rendite. Kem ndryshu qëndrim, na vjen keq. Ju lutem vetëm për propozim. Për ndryshe regja e kemi një emër për komision, dhe na e kemi një emër për komision. Dhe për komision e propozojmë deputetin Albin Kurti. Si rrjedhoi edhe ky tentim dështoi për të vazhduar pas 48 orësh. Ndërkohë që deputetët e PDK-s e LDK-s vazhduan akuzat për lëvizjen vetëvendosje për bllokadën e krijuar. Puna jonë nuk është të vim këtu e të defilojmë çdo 48 orë. Puna jonë është të ndërtojmë institucionet, të ndërtojmë qeverinë, të miremi me hallet dhe sfidat e qytetarit të Republikës së Kosovës, e jo me egon e Zotit Kurti. Kjo është shkelje në vazhdimësi, është shkelje kushtetuese dhe është papërgjegjësi e madhe çka po ndodh me kapjen e institucioneve dhe me tendencët që të vazhdohet ky ngjarje politik. Por qëndrim tjetër nga ky kanë deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Edhe në këtë seancë dhe veçanërisht tani, pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, e kemi sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët veprojnë në kundërshtim me gjykimin e gjykatës kushtetuese duke mos marrë pjesë në votim. Që nga 15 prilli deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar për 40 herë me radhë për të konstituar legjislaturën e 9.